Dy vajza të reja kanë mbetur të bllokuara në shtëpinë e tyre në katin e 4 të një objekti të vjetër në zonën e ish-bllokut, ndërsa prindërve u mohohet hyrja në pallat përmes portës kryesore të cilës i ka dalë pronari. Dhe tani familja jeton e ndarë si kundërthash dhe gjithçka për vajzat, gjithë furnizimi bëhet nga prindrit përmes një litari që ne do ta shohim tani. Emi, ma vare çik litarin, lutem se do t'jap diçka. Situata sa dramatike dhe komike vijon prej një jave, kohë kur inspektoriati ndërtimor ndërmori prishjen e një shkallë të jashtme pa leje, që kishte mbetur i vetmi shteg komunikimi për familjen Milo. Jemi pronar të njërit apartament në katin 4, i cili ka funksionuar ose ka pasur hyrje këtë portë. Dhe tani nga hyni? Tash jemi për jashtë momentalisht. Po pse jeni për jashtë? Sepse prej vitesh kjo portë është mbyllur. Ne kemi qenë ose hypnim në shtëpi nëpërmjet kësaj shkallës këtej, e cila ishte një ndërtim i palishëm dhe me të drejtë është prishur nga inoku. Petraqi, baba i fëmijëve, tashmë të mbujuar në shtëpinë e tyre, tregon se objekti është në pronësi të trashëgimtarëve të familjes Shiaku, të cilët në rrugë ligjore i kanë shqitur atij në vitin 1998, një apartament në katin e 4, përfshirë ambientet ndihmëse. Mëtej, deri në vitin 2002, tregon Petraqi, familja e tij ka shfrytzuar normalisht ambientet e përbashkëta, hyrjen dhe shkallët e brendshme, derisa një ditë pas kthimit nga pushimet e verës, në vitin 2002, pronari e objektit u komunikon lajmin se nuk mund të hyjnë më në shtëpinë e blerë prej saj, përmes portës dhe zgarës së katit parë, që deklaron se i ka shitur. Si e privatizoi zotëria katin, hyrjen e pallatit? Njëra nga pronaret e katit poshtë nesh, këtë ambient e ka shitur. Ja ka shitur zonjës Maria Hoxha, bashkëshorte e Pajtim Hoxhës. Procesi privatizimit është bërë me ca dokumenta në këndvështrimin tim jo të rregullta. Është absurde ta privatizohet një ambient në përdorim përbashkët, i cili ka shërbyer të tëra apartamenteve që i ka mbi vetë. Për të tjerat pasaj nuk e di, ne vazhdojmë të jemi në proces gjyqësor. Ka qenë ambienti ekzistus i cili nuk është më, mbas kësaj portë. Dhe në foton e dytë, blerësit e këtij ambienti kanë vazhduar të vijojnë dhe duan ta ribetonojnë kafazën e shkallës. Në fakt e mira do të ishte që të kishim një prononcim dhe nga familja Hoxha. Është familja që ka privatizuar hyrjen e godinës. Familja nuk ndodhet. Paktën kjo konstatohet sepse ne tentojmë që të hapim derën, duket që është në proces rikonstruksioni kati i parë. Bashkëshorti Marias, Pajtim Hoxha, ka punuar gjyqtar. Nuk kam ndonjë gjë me zotrinë në kuptimin e këtyre gjërave. Sigurisht unë mund të kem ato dyshimet e mia, por gjithsesi ky është paraqitur si pronar ose si mbrojtës i këtij ambienti dhe është pengus që unë të vijoj ose të futem të shfrytëzoj këtë rrugkalimi ose këtë hyrje për në banesën tim. Unë jam drejtuar pothuajse të tëra institucioneve të shtetit shqiptar. Ende s'ke marrë. Ende akoma vijoj të mos marr një përgjigje. Deri më tani konflikti ka kaluar në të gjitha shkallët e gjyqësorit shqiptar, ku nuk ka marrë zgjidhje, çka ka detyruar familjen Milo ta dërgojë atë në gjykatën e Strasburgut.